Receta si të qetësoni dhimbjet e veshit në kushte shtëpie. Nëse jeni duke u ballafaquar me dhimbje të veshit, nuk jeni të vetmit. Dhimbja e veshit është një nga arsyet e zakonshme që ne shkojmë tek mjeku çdo vit dhe mund të jetë simptome infeksioneve ose sëmundjeve ekzistuese. Në shumicën e rasteve dhimbja në vesh nuk është e rrezikshme. Rrallë është një shenjë e sëmundjeve të rënda, trajtimi varet nga shkaku, por ju mund të aplikoni edhe disa metoda shtëpiake. Aplikoni diçka të ngrohtë ose diçka të ftohtë. I ftohti mund të zvogëlojë dhimbjen dhe inflamacionin, ndërsa nxehtësia relakson muskujt tuaj dhe përmirëson rrjedhjen e gjakut. Ngrini kokën lart. Kjo ndihmon në lehtësimin e presionit brenda veshit tuaj. Përdorni pika veshi pa recetë. Pyesni ekspertin shëndetësor se cili lloj është më i miri për situatën tuaj në mënyrë që të keni edhe lehtësimet e duhura në shëndet. Vëmendje. Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat